Një moment tensioni mes Laert Vasilit dhe Gerta Gixharit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4 po bën bujë në rrjetet sociale. Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale, aktori shihet duke i marrë me forcë pjatën gazetares pavarësisht kundërshtimit të saj. Gerta dëgjohet duke i thënë Laertit se nuk e ka mbaruar ende ushqimin, por ai insiston për ta marrë me justifikimin se do të lajë enët. Në përpjekje për ta mbajtur pjatën, një pjesë e ushqimit bie në tokë. Ky veprim ka shkaktuar reagime të ashpra nga ndjekësit e Big Brother VIP Albania 4, të cilët e kanë cilësuar sjelljen e Laertit si agresive dhe të papërshtatshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.